Por me sa di unë juve jeni shqiptarja e parë e Kosovës që keni marrë juridikun duke qenë refugjate luftës dhe me fëmijë të vegjël. Më duket se po nuk guxoj me spekulu, se s'kam dhëna të sakta, po më duket se po. Po sot ju jeni një avokate e njohur në fakt në San Jose dhe Kalifornisë. Keni marrë edhe disa çmime nga ajo se çfarë që mund t'i gjesh edhe online fakt. Po si mund t'ju kontaktojnë vetë shqiptarët nëse ka nevojë për ndihmën tuaj dhe me çfarë çështje merresh kryesisht zyra juaj? Faleminderit për komplimentin. Që shqiptarët janë të suksesshëm në mënyrën e vet, përderisa punojnë në mënyrë të morale ligjore, sa i përket meje zyrës time, numri I telefonit në office të tone, kam zyrën ligjore, korporatën ligjore në San Jose nga San Franciscos, është 408 453 3500. Mandej jam edhe në social media, në Facebook relativisht, jo shumë se s'kam kohë, në Instagram minimalisht, në LinkedIn pak më tepër, nuk I dia ka mundësi këtu me jap email adresën apo jo, është emri Hatixhe @hatixhegërbeshi.law.com. Dhe me çfarë konkretisht zyra juaj ligjore, çfarë sektorësh mbulon? Faleminderit për pyetje. Kryesisht fokusi jam është njerëz të marginalized, që thëmë community, njerëz me invaliditet e ndryshëm. Fokusi jam është në drejtat federale, unë merrem me këto Social Security Disability Benefits kryesisht. Si advokate në Kaliforni, siç e dim Kalifornia është shteti I katërt I më zhvilluar në botë, kam shumë privilegje dhe jam shumë I privilegjuar që jam advokat në këtë vend, kaq të madh dhe kaq të mirë. Unë normal që kam drejt si advokate me mu marr me secilën çështje, për shembull, çka do që është nevoja mirë, po si advokate etikale, që si duhet me qenë si njeri human, fokusi jam nëse mundem me ndihmu dikujt, nëse nuk është areja me drejtësisë që merrem për çdo ditë, bëj hulumtimin, nëse muj me marr lëndën I ndihmoj, nëse nuk mundem me ndihmu personit, e referoj te kolegë të ndryshëm apo ndihmoj me kolegë të ndryshëm. Pa e ndodh shumë pak. Po fokusi jam kryesor është për Social Security Disability Benefits, këto beneficionet federale.